Nuk kam gjë, vetëm që do, vetëm figurë, vetëm planë. Mirë, po ta Si qytetare e këtij vendi, unë jam kundër mënyrës se si kjo bashki po operon në lidhje me këtë park, jam kundër arbitraritetit, arrogancës që ai po tregon dhe ftoj të gjithë qytetarët që të marrin pjesë në demokracinë direkte. Qadrat shumë shpejt në këtë vend që nuk të bëhet vend i krimit dhe vula e krimit të keqeverisjes. Siç e dim, hapi i parë është degradimi, dhe ky është vetëm hapi i parë degradimi. Pas hapit të parë vjen hapi i dytë, që është ndërtimi i pallateve. Mendoj se për një aksion si ky i sotmi është e rëndësishme që kryetari i bashkisë të marrë vesh se masa e lirisë e një qyteti varet nga aftësia që kemi si qytet për deklaruar se disa gjëra janë të ndaluara të preken, si për shembull ky park. Edhe pika e dytë e rëndësishme për të vënë re nga ky masivitet si ky aksion i ditës sotme është kuptojmë se politika ekziston si hapësirë ku populli i tregon ekspertëve se çfarë të bëjë edhe jo ekspertë i tregojnë popullit se çfarë duhet bërë me qytetin. Unë mesazhin e kam me Erionin. Nëse Erioni është e vetën domethënë që ti bëj këto betonizime për fëmijë për tjera, duhet ti rreth parë që fëmijët kanë mushkri. Marrin ajër, pastaj rrëzohen ke betoni, hypin ke ashkrat, hypin ke goma. Nëse ajri është i ndotur, me gjithë to gropa që po na jep Erioni, jo vetëm këtu, po gropat që do hapi ke bulevardit çdo 10 metra katror, domethënë nga i grop për parkimet, atëherë neve kot të sjellim fëmijën në Tiranë, më mirë të emigrojmë në një vend, shkojmë ke Peza atje ku bëjë festa, edhe kaq domethënë, se s'kemi ku të shkojmë tjetër. Ose të shkojmë ke shtëpia e Erionit me në një vend domethënë ku e ka ai më të filtruar ajrin. Kështu që na prit Erion, kudo që ti jesh, ne do vim mbrapa teje domethënë, mos ki merak. Ky është vetëm fillimi i rezistencës, ne do jemi këtu për të mbrojtur parkun, derisa publikun ta kthejmë tek qytetarët. Të mbrohen kufit e parkut, poshtë diktaturës korporatave, edhe këtij sistemi të korruptuar, i qenë përzier gjitha partitë bashkë. Nuk është problemi vetëm ke parku, po është fenomeni që po na shkatron këtë vend e këtë rinim. Unë dua të transmetoj vetëm një gjë. Fakti që Partia Demokratike e kundërshton ndërtimet në këtë park nuk do të thotë që Partia Demokratike është e mirë, po do të thotë që këto ndërtime janë të këqija. Faleminderit. Dua që ky park mos të preket, dua sa më shumë pemë dhe jemi kundër arrogancës dhe kundër betonizimit të këtij parku sepse është vetëm mushkri në këtë qytet. Dhe kryetari i bashkisë duhet të marrë mendimin një qytetarëve, pastaj të veprojë dhe të shkel ligjin, siç është shkelur këtu. Faleminderit. Ti lëm investimet e Buksit edhe këto 700 milion lek le të shpërndajmë nëpër parqet e Tiranës, nëpër lagjet e baltosura dhe të mjeruara që ka çdo lloj njësie lagje në Tiranë. Le të jemi gjithë së bashku për parkun, për qytetin, për shoqërinë. Si qytetare kërkoj që të zbatohet ligji dhe si aktiviste që parku në asnjë cep të tij të mos preket. Duam një park më shumë, jo një park më pak. Për parkun, për shoqërinë.